Përshëndetje, TikToku, ritakohemi sërish për të vazhduar diskutimin e deshëm me që pati ka shumë replika në lidhje me pjesën e motorave në 125 kubik për autostrada ose për rrugë gjata. E para punës, o Plum Dervishi, faleminderit që më kupton dhe e kupton se çfarë mjeti është Honda. Atëre, që ta rikujtojmë sërish pyetjen e djalit ishte që a bëjnë motorat 125 kubik për rrugë gjata dhe për autostrada. Atëre, unë nuk thash që nuk bëjnë, unë thash që nuk janë të përshtatshëm. Për çfarë arsye? Sepse motorat 125 kubik e para punës nuk kanë kuajt fuqi të mjaftueshëm që ju dilin në autostradë dhe të bëni një parakalim, duke qenë se makinat autostradë ecin 90 deri në 120 km/h. Dhe motori 125 kubik nuk ja u jep këtë fat kaq të madh që ju të ecni me një shpejtësi kaq të madhe dhe të keni forcën e parakalimit në për autostradë, apo në për superstradat tona. Duke qenë që unë gjithmonë i referohem ligjit shqiptar, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme, ne jemi individ të cilët jetojmë në Republikën e Shqipërisë dhe duhet të jetojmë në gjitha këto ligjet që na parashtron shteti jon. Atëherë, ligjet e autostradave janë shumë të forta në lidhje për pjesën e policisë rrugore, sepse është e paracaktuar me tabelë në hyrje të çdo autostrade, cilindrata dhe shpejtësia përkatëse për çdo mjet që hyn në rrugët urbane, interurbane, rurale apo qoftë ato autostrada. Ndaj që në autostradën, të paktën për pjesën Tiranë-Durrës, nuk është e lejuar që të futeni motor poshtë 250 kubik, për shumë arsye, sepse e para është që motori nuk ka fuqinë e dur, e dytja mund t'ju lejnë në rrugë nga sforcimi motorin 125 kubik mund të bëj shumë probleme gjatë rrugës. Duke qenë se motorat me 125 kubik, qoftë me ftofi me ujë, qoftë ato me ftofi me ajër, sidomos ato motorat që janë me ftofi me ajër, që e kanë vajin element kryesor për të ftohur grupin dhe për ta lubrifikuar atë, nuk është e nevojshme që të futeni në autostradë dhe ta sforconi motorin në këtë lloj mënyre, duke qenë sepse i shkurton jetën, mund të kputet rrypi gjatë rrugës, mund të kputet zinxhiri fazës dhe mund të bëjë defekte shumë tjera, duke qenë se është cilindratë e vogël dhe pjesa më kryesore është pjesa që nuk kanë aerodinamikën e duhur për të përshkruar një rrugë në autostradë. Po ta veni re motorat me 250 kubik, cilindratat e mëdha mbi 250 kubik, që hyn pak a shumë tek maxi skuterat, janë motorat të cilët kanë një sistem aerodinamik, kanë plastika më të gjera përpara që të bëhet e mundur çarja e ajrit në mënyrë më të mirë që dhe era mos t'ju marrë me vete. Duke qenë se motorat 125 kubik janë të hollë, janë slim, nuk e kanë forcën aerodinamike që ju ta përballoni një erë të fortë për shembull në autostradë, sidomos nëse era ju fryn nga pjesa ballore dhe kështu që normalisht rrezikoni sepse era ju fryn nga gjitha krahët. Shqiptarët normalisht kanë qejf që të bëjnë komente dhe lojra fjalësh, domethënë në TikTok, por që në rastin konkret unë jam shumë serioz në atë që them dhe më shumë ky është mision informues që t'ju informoj juve për pyetjet që i bëni po ju në lidhje me këtë pjesë dhe t'ju jap përgjigjen që mendoj unë që është më e drejtë në këtë rast. Siç mund ta dini, së fundmi policia rrugore ka lëshuar shumë makina smart që janë në qarkullim, të cilat masin shpejtësinë, kujdesni me shpejtësitë e lëvizjeve brenda në qytet dhe nëpër autostrada, respektoni shpejtësitë e lejuara me motor, me makinë, me çdo lloj mjeti lëvizës, sepse kundravajtjet rrugore tashmë nuk lajmërohen më nëpërmjet telefonit, por duhet kuptoni që brenda 15 ditëve gjoba paguhet me gjysmë çmimi, ndaj duhet jeni të kujdesshëm në shpejtësitë e lëvizjes brenda qytetit dhe jashtë tij. Prandaj që nëse keni pyetje të tjera që janë vërtet pyetje serioze, unë do mundohem t'ju përgjigjem me aq sa informacion kam, por duhet ta kuptoni që unë gjithmonë pyetjet dhe përgjigjet janë brenda legjislacionit shqiptar, sepse më pëlqen që të respektoj ligjin në çdo fragment të tij. Faleminderit ndjekësave të gjithë. Nëse keni probleme me TikTokun, mund të më ndiqni në kanalin tim në YouTube, që janë të parashtruara të gjitha videot si në TikTok dhe në Instagram. Gjithashtu edhe në Instagramin tim jeni të mirëpritur Oltimoto dhe të vazhdojmë së bashku këtë mision kaq mirë që e kemi nisur. Faleminderit që na besuat neve.